Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Si jeni? Mirë, juve? Mirë, ja. Nisim ditën sot e hënë. Iku java, erdhi java, s'merret vesh, shumë shpejt kalojnë ditët. Tash po kemi një problem në tanis nga Po. Ne jemi dy pensionista. Po? Klasa Panajaja. Nga Panajaja, po. Po. Jemi dy pensionista, kemi aplikuar për këto ujtë Po? e pishëm, bëra dokumentat. Jo një herë, po 2-3 herë dhe asnjëherë s'u aprovo. Për ujin e pishëm. Po. Ju nuk keni ujë? Jo, ujë, tash me qësera bomba të reja duket mirë, po më shumë do provohet po vi Behari, i themi në këdej. Po? Është një problem në pjesa e ujit në fshatin Panaja. Po, një e dyta. Po pati mundësi dhe goni ka dhe ta këtu se fshati është në gjendje shumë të mjerushme. Po. Pa rrugë, kanalet e uja zeda ka marrë rrugët, vini pastrojnë punëtorë dhe bartën e hedhin në rrugë. Është vërtet sepse ka marrë disa herë që kemi ngritur si shqetësim për ujin, po infrastrukturën dhe fshati Panaja shumë afër, është do të themi është një lagje e Vlorës dhe është lënë në shërtfatit. Shumë nuk kalojmë dot na gjatë të vim shtëpi, nuk kalojmë dot me makinë. Po. Kam dhe këtë problem tjetër që nisa më para, nuk bën dokumenta dhe si të fundim më pruni një sahat që më montohen. Po. Tu dhe do paguaj 5 këste në 21.000 lekë të i thonë 105.000 lekë. 5 këst do paguani për sahatin? Po, ka qi na 36.000. Po. Që ishte dhe 105.000 unë Ishte 36.000 ka vajt 105.000 lekë? Po. Ndërkohë ju jeni në pensionist. Jam pensionist, fëmijët janë në punë tyre, janë edhe tyre. Unë ke bërë e gruja. I bie që ti tani të heqësh nga pensioni yt edhe të japësh Unë ma 83.000 lekë pension. 83.000 lekë pension e do të paguash 105.000 lekë atë sahatin. Po. E kuptoj, është Po, problem. pasën mundësi. Po. Dhe hyni aty të ujat, e në vesë nga dhe gjë njëri, që një vdajt. Pa tjetër, ne nda jemi këtu që të ngrëm zëri juaj të përcjellë nëpërmjet ekranit të dëgjohet nga institucionet përkatëse, por nuk e di sa dëgjojnë këta në mëngjes herët. Të falenderoj shumë për telefonatën, do ta përcjellim mesazhin pse jo do të vim edhe në fshat aty për një kronik. Faleminderit juve. Një ditë të mbarë.